Përshëndetje, me jemi live në World News, unë jam Linda Karadaku. Që mbrëm, Shtetet e Bashkuara kanë filluar zyrtarisht në orën 10 apo 22 me orën ton, apo në orën 4 me atë të Shteteve të Bashkuara, blokimin e porteve iraniane, pra blokimin e të gjitha hyrje daljeve në portet iraniane. Ndërkohë, shkëmbimi i zjarrit mes dy palëve ka vazhduar. Shtetet e Bashkuara kanë goditur objektivat strategjike në Iran, ndërkohë që iranianët kanë goditur bazat amerikane në Shtetet e Gjirit. Presidenti Trump ka folur edhe mbrëm, ka paralajmëruar se radhën do ta ketë infrastruktura në Iran nëse Teherani nuk ulet në negociata, në bisedime. Ka përmendur në mënyrë specifike urat, termocentralet, që në fakt për një vend me mbi 90 milion banor do të ishte në fakt një problem shumë i madh goditja e kësaj infrastrukture bazike apo jetike. Por, le të ndjekim që në fillim një material me zhvillimet më të fundit dhe do të rikthehem për të diskutuar një nga një këto zhvillime që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, por jo vetëm. E fillojmë njëherë me këtë. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi se do të godas urat dhe termocentralet e Iranit javën e ardhshme, nëse Teherani nuk kthehet në bisedime. Në një intervistë për Fox News, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se negociatorët amerikan i kanë komunikuar homologëve të tyre iranian se duhet të bëjnë një marrëveshje, ndryshe nuk do të mbetet asgjë nga Irani. Javën tjetër bëhet shumë keq për ta, do t'i godasim të gjithë termocentralet e tyre, do t'i rrëzojmë të gjithë urat e tyre nëse nuk ulen në tryezë dhe nuk negociojnë, do t'i ruaj objektivat e energjisë për në fund. Deklaratat e Trump erdhën teksa Shtetet e Bashkuara rivendosën blokadën ndaj porteve iraniane në orën 16 sipas kohës lokale në Washington apo në orën 22 sipas kohës lokale në Shqipëri. Komanda qendrore amerikane tha se mbetet vigjilente për anijet që hyn dhe dalin nga portet e Iranit dhe ka në gatishmëri 20 anije luftarake dhe qindra avion ushtarak. Ndërkohë dy vendet shkëmbyen sërish sulme. Ushtria amerikane tha se ndërmori një valë sulmesh ndaj 10 objektivave ushtarake pranë ngushtisës së Hormuzit, duke përfshirë vendet e raketave dhe dronëve iranian, marinën iraniane dhe sistemet e mbrojtjes në Bregdet. Ndërkohë media shtetërore të Iranit raportuan se sulmet amerikane goditën të paktën 3 zona, ndërtoi edhe një zonë pranë Bandar Abbas, një qytet port në ngushticën e Hormuzit. Sulmet e Iranit ndaj objekteve amerikane në Shtetet e Gjirit vazhduan gjithashtu. Ushtria e Kuvajtit tha se kishte kapur dron sulmues iranian, ndërsa Bahreini aktivizoi sirenat e sulmeve ajrore. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se kishte në shënjestër objekte komande dhe kontrolli, logjistike, karburanti dhe pajisjesh ushtarake që i përkisnin flotës së pestë amerikane në Bahrein. Përshkallëzimi i sulmeve vjen pasi presidenti amerikan Trump u tërhoq nga tarifa 20% që kishte paralajmëruar për anijet që kalojnë ngushticën e Hormuzit. Ai tha se kjo taks do të zvendësohet nga marrëveshje tregtare dhe investimesh nga vendet e Gjirit në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, pas përshkallëzimit të sulmeve dhe deklaratave të Trump, çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rrit me 58 cent ose 0.7% në 85.31 dollar për fuqi të mërkurën. Atëherë rikthehemi për të diskutuar këtë pjesë të parë. Jam me profesor Xhavid Shalëm, profesor, analist, njohës shumë i mirë i zhvillimeve ndërkombëtare dhe natyrisht ekspert i sigurisë, sepse kjo është me rëndësi për këtë çështje që po diskutojmë. Zot Xhavid, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë, dua të pyes që në fillim, paralajmërimi i presidentit Trump për të goditur infrastrukturën bazike apo jetike në Iran, bëhet fjalë për urat, bëhet fjalë për termocentralet, që në fakt do të bllokonin lëvizjen e njerëzve, të mallrave, të ushqimeve, do të ishte në fakt një goditje e madhe për Iranin apo jo. Mendon që do të bëhet? Po, në qofse ai ka thënë qartë që në qofse ata nuk ulen tryezën e bisedimeve, kjo procedurë do të vazhdojë. Paralajmërimi është dhënë dhe provat janë bërë. Para disa ditësh u godit një urë në rrugkalimin që lidh Iranin me zonën që çonte për në Kinë. Pra janë atje ku lëvizin trenat, pra mesazhet janë dhënë, sepse
Kjo do ta bëj edhe me efektive pastaj kur flas për goditjen e infrastrukturës transportit një herë. Kjo do ta bëj me efektive pastaj edhe bllokadën detare, sepse nëse ti bën bllokadë detare dhe ndërkohë linjat toksore funksionojnë, nuk ka kuptim bllokada. Kështu që me sa duket nuk e ke ndërprer komunikimin. Nuk e ke ndërprer komunikimin, nuk e ke ndërprer eksportin, edhe të ardhurat. Qoftë edhe për rrugët dytësore apo rrugët e kontrabandës. Dhe Irani ka shumë të tilla. I ka pas ndërtuar me kohë për të shpëtuar sanksioneve. Ndërsa lidhur me infrastrukturën që lidhet me termocentralit, me energjinë, kjo pasaj është një goditje që do të cënojë edhe shtresat e popullsisë. Pra, Amerikanët kanë gjykuar tashmë që do godasin edhe këto objekte në mënyrë që të rrisin edhe më shumë pakënaqësinë e njerëzve ndaj regjimit. Sepse nëse goditen termocentralet, atëherë nuk do ketë furnizime me energji, nuk do ketë furnizime me ujë, që është jetik. Nuk po themi që do goditen impiantet e salinizimit, po vetëm goditja e termocentraleve do të thotë që nuk do prodhohet energji dhe do ketë problematika shumë të mëdha. Kështu që këto janë mjete presioni që presidenti Trump i ka shpallur hapur, bile e kalon afat dhe javën që vjen. Domethënë, nëse nuk do ashtu do bëhet, do goditen edhe këto dhe këto. Po është mezi, po thuaj, i kësaj jave, kështu që nuk është mbeten dhe shumë ditë. Kështu që ndërkohë se janë të gatshëm të ulen përsëri në tryezën e bisedimeve, të paktën nuk është se po shohim diçka zyrtare. Po duket edhe iranianët e panë që iranianët nëse do ulen tashmë do ulen me minus në tavolinën e bisedimeve. Pra nuk do jetë fuqi, Nuk e kanë atë fuqi negociuese. Jo, nuk e kanë atë fuqi dhe tashmë kushtet e marrëveshjes do jenë, besoj se do jenë më ndryshe. Pra nuk do jetë ai memorandum. Eksakt, ta ndërpresim këtu, profesor, sepse dua që të diskutojmë pak më vonë dhe ndoshta do të jetë një nga ato pyetje për cilën ne do të flasim në javët në vazhdim. A kanë ende iranianët karta të tjera për të bërë presion, jo vetëm ndaj presidentit Trump apo Shteteve të Bashkuara, po ndaj gjithë botës. Por le të shohim fillimisht për vetë presidentin Trump, si është pozicioni i tij brenda Shteteve të Bashkuara. Ka pasur një votim në Senat mbrëm dhe bëhet fjalë për $1 trilion. Është buxhet për Pentagonin apo si quhet tani Departamenti i Luftës në kohën e presidentit Trump dhe që në fakt nuk ka kaluar në Senat. Do doja ta shikojmë pak këtë material dhe të rikthehemi për ta diskutuar. A përbën kjo një pengesë për presidentin amerikan për të vazhduar operacionin ndaj Iranit? A do të përbëjë më vonë pengesë? Do ta shohim edhe do ta diskutojmë në fakt. Ndjekim një herë materialin. Demokratët në Senatin Amerikan bllokuan një projekt ligj për mbrojtjen me vlerë $1 trilion. Paketa do të rrisë ndjeshëm shpenzimet e Pentagonit, përfshirë një rritje të pagës për trupat amerikane, por demokratët refuzuan ta votonin në një shenjë proteste ndaj Donald Trump për shkak të luftës në Iran. Udhëheqësi i demokratëve në Senat, Chuck Schumer, tha se presidenti Trump duhet të kishte informuar Kongresin para fillimit të sulmeve dhe theksoi se lufta duhet të marrë fund. Trump, Vance dhe Rubio refuzuan të dinin para publikut amerikan dhe të përgjigjeshin pyetjeve. Askush nuk e di se çfarë marrëveshjesh ka, dhe arsyeja është se ata ndoshta kanë frikë ta tregojnë këtë, sepse dinë sa keq kanë vepruar. Projekt ligji i quajtur Akti i Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare urrëzuan në një votim 50 me 46 dhe nuk arriti të siguronte 60 votat e nevojshme në Senatin me 100 antar. Ndërkohë udhëheqësi i republikanëve në Senat John Thune tha se projekt ligji do të garantonte të ardhurat e nevojshme që Shtetet e Bashkuara të jenë të sigurta. Është projekt ligji që garanton që ushtria jonë të jetë gati sot edhe përgatitur për nesër. Amerika ende ka armiq që duan të na sulmojnë ne, aleatët tanë dhe interesat tona. Shpresojmë shumë që demokratët nuk do ta vënë tani politikën përpara mbështetjes për burrat dhe gratë tona në uniform. Votimi nuk do të thotë se projekt ligji është rrëzuar përfundimisht. Akti i mbrojtjes mund të rikthehet për rishqyrtim dhe mund të miratohet me mekanizma të tjerë, duke siguruar kështu financimin që Trump kërkon për Departamentin e Luftës. Atëherë, siç edhe ndoqëm në këtë material, ky projekt ligj mund të rikthehet dhe presidenti Trump të marrë atë që po kërkon për Departamentin e Luftës, bëhet fjalë për $1 trilion. Janë shumë para, profesor, apo jo? Për luftën. Për luftën. Presidenti Trump para disa ditësh sapo u rindez makineria e luftës, domethënë,
e njoftoj Kongresin dhe Senatin që ne jemi përsëri ka rifilluar lufta me Iranin, sepse puna që të fillonte nga aty të fillonte afati 60 ditor që ka autoritet. Matja e kohës, pikërisht. Me sa duket, republikanët bën edhe një provë tjetër për të kaluar një projekt ligj, për të kaluar këtë shpenzimet e luftës në një projekt ligj, por me sa duket nuk e kaluan, pra ishte edhe një test që presidenti Trump po i bënte bazës së tij. Për të parë nëse i ka votat e mjaftueshme. Nëse i ka votat. Gjithsesi, ju e thatë edhe në sinkron që ka mekanizma të tjerë, domethënë mekanizma të tjerë për ta kaluar, kështu që nuk është ndonjë shqetësim i madh për lufta do të vazhdojë, ai mision që është roli i presidentit, partia e presidentit Trump. A ka ende fuqinë që kishte më parë? Nuk ka, gjykoj që nuk e ka fuqinë që kishte më parë, sepse për ndryshe do të ishte kaluar. Nga ana tjetër, nuk është punuar edhe me palën me opozitën, nuk është punuar edhe me demokratët, sepse fundfare interesat e Amerikës i mbrojnë të dy palët. Dhe njihen në fakt për vendime komisionet bipartizane, Amerika njihet për këtë. Pra, derisa çështjet kjo cilësohet çështje sigurisë kombëtare e Shtetit Bashkuara, kur vjen puna për sigurinë kombëtare, palët nuk kanë dallim partijak. Por kjo do të thotë që po jo dallime thelbësore. Kjo do të thotë se ka patur një problem, gjithsesi unë gjykoj që do gjendet mekanizma të tjerë për ta kaluar, sepse presidenti ka dhe autoritetet, ka mekanizma të tjerë, paktën për 60 ditë ai pastaj livron ka mundësinë të livrojë fondet. E kuptoj. Qëndrojmë te lindja e mesme sepse aty duket që zhvillimet nuk kanë fund. Do të thonë janë disa hotspots apo zona të nxehta dhe të gjitha lidhen. Pra në fund është një rebus në të cilin çdo pjesës shkon në vendin e vet e plotson këtë që ne e quajmë me 3 fjalë konflikti në lindjen e mesme, nuk është vetëm një natyrisht. Dhe në fakt ajo për cilën dua të flas në fakt tani është një konfirmim i dhënë mbrëm në Shtëpinë e Bardhë gjatë takimit të presidentit Trump me kryeministrin e Irakut Al Zaidi. Dhe ishte shumë interesante sepse ajo që thot presidenti e konfirmuar nga Al Zaidi është që trupat amerikane deri më 30 shtator do të tërhiqen përfundimisht nga Iraku pas 23 vjetësh. Dhe ajo që ishte në fakt më interesante, ishte një fjali e thënë nga kryeministri i Irakut Al Zaidi. Ai thot, trupat amerikane thot do të dalin nga Iraku deri më 30 shtator. Investimet amerikane do të hyjnë. Dhe kjo tregon edhe për këtë lloj marrëveshje dhe marrëdhënie të krijuar tashmë midis tij dhe presidentit Trump. Kujtojmë që Shtetet e Bashkuara mbështetën Al Zaidin për të qenë ai kryeministri i Irakut. E ndjekim pak të material deri rikthehemi për ta diskutuar. Tema është sigurisht trupat amerikane tërhiqen nga Iraku pas 23 vjetësh. Nuk do të ishte hera e parë në fakt. Trupat amerikane do të largohen nga Iraku deri në 30 shtator, pas 23 vjetësh në këtë vend të lindjes së mesme. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi në një takim me kryeministrin e Irakut, Ali Al Zaidi, se nuk e sheh më të nevojshme praninë e ushtarëve amerikanë atje. Trump tha se dy vendet do të bëjnë marrëveshje të shumta, kryesisht të lidhura me naftën, ndërkohë që theksoi potencialin e jashtëzakonshëm të Irakut. Iraku ka një potencial të jashtëzakonshëm për shkak të naftës së tyre, dhe ne do të bëjmë shumë marrëveshje. Do të krijojmë shumë vende pune për të dy vendet dhe do të nxjerrim shumë naftë. Unë luajta një rol në fitoren e Al Zaidi pasi ishte shumë e rëndësishme për mua, që personi duhur të merrte detyrën. Kreu i Shtëpisë së Bardhë shtoi se Shtetet e Bashkuara do të jenë të gatshme ta mbrojnë Irakun nëse është e nevojshme, edhe pse nuk e beson se diçka e tillë do të ndodhë. Ndërkohë Al Zaidi tha se teksa forcat ushtarake largohen, kompanitë amerikane do të investojnë në Irak. Forcat amerikane do kenë dalë nga Iraku deri me 30 shtator, ndërsa kompanitë amerikane do të hyjnë në Irak. Ne jemi një nga vendet që themeluan OPEC-un, Irani luftoi ISIS-in dhe terrorizmin në tërësi me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo luftë na kushton shumë të mëdha parash dhe shkatroi infrastrukturën irakiane. Presidenti Trump bëri edhe batuta me kryeministrin e ri irakian. Ai është një djalë i ri dhe i pashëm, gjë që nuk më pëlqen. Nuk jam i kënaqur me të. Pas një pranie të gjatë në Irak, Shtetet e Bashkuara tashmë kanë zhvendosur barrën për luftën kundër ISIS te trupat irakiane që janë trajnuar nga ushtria amerikane.
Atëherë rikthehemi për ta diskutuar natyrisht batuta e fundit e presidentit Trump është veri shumë trumpisht, pra shumë në mënyrën e komunikimit të presidentit Trump, për ta thënë kështu gjatë, dhe ai thotë është shumë i ri, shumë i pashëm dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen. Për aleatët kështu thotë edhe Al-Sharan. Edhe për Al-Shara, po, presidentin e Siris. Po, të njëjtën gjuhë përdori, kjo do të thotë që ai ka investuar për këtë dhe... Do të që janë zgjedhjet e tij? Janë zgjedhjet e tij. Mund të themi kështu? Po, janë zgjedhjet e tij, për këtë ai tha vetë që un kam luftuar në ashtu kurse për që të zgjidhet si kryeminist, ndërsa për presidentin e Siris, ai ka luajtur rol që nuk e penguan Turqinë të realizonte atë skemë që filloi Turqia. E kuptoj, të qëndrojmë tek Iraku, që të mos e humbasim edhe fokusin. E thash pak më përpara dhe do doja që të qëndrojmë tek kjo. Pra, largohen trupat amerikane pas 23 vjetësh, dihet se si shkoi lufta e Irakut, rrëzimi i Saddam Hussein, vrasja e tij, ekzekutimi më saktë, për t'ia vënë emrin siç e kishte, dhe tashmë kryeministri iraken thotë kompanitë amerikane do të hyjnë. Është kjo një fazë zhvillimi kur mbesa duket Iraku po e mbyll këtë fazën e tranzicionit shumë të vështirë pas rënies rrëzimit të Saddam Hussein dhe po përpiqet të kthehet në një vend normal të fuqishëm të lindjes së mesmet. Mos harrojmë, ka qenë nga vendet bashkë me Iranin, Omanin, Arabinë Saudite, pra një nga vendet me shumë peshë në lindjen e mesme. Është interesante se që menduar që Iraku do ta kalonte më shpejt atë tranzicion. Po u çfaq Sisi dhe Sisi pastaj i përmbysi planet dhe kjo bëri që Shtetet Bashkuara të riangazhohen bashkë me një koalicion tjetër botëror, koalicion antiterror që e krijuan Shtetet Bashkuara të Amerikës në kulmin kur Sisi arriti që cënoi jo vetëm mori një pjesë e Irakut, pra u kriju eventualisht u kriju një shtet. Pavarësisht se ishte i panjohur. Po një shtet brenda shtetit, po një shtet që mbulonte 3 shtete. Domethënë merrte pjesë nga Iraku, pjesë nga Siria, pra synonte të shtrihej edhe në Jordani. Ky koalicion luajti rol, pastaj edhe sot ai është pothuajse nuk kontrollon territore, por është aktiv përsëri, nuk kontrollon territore, por mund të menaxhohet me këto format e tjera. Mund duket shumë interesante çështja me Irakun. Pse më duket interesante? Sepse ka një lëvizje të presidentit Trump gjykojun në drejtim të krimit atij që quhet korridori mesdhetar, që do thotë pra nga Xhiri përsik mos synohet vetëm nëpërmjet kanalit të Hormuzit, por korridori mesdhetar do të ka pasaj Irak, Siri, Turqi dhe detin Mesdhe. Dhe kjo pasaj do të nxjerrë jashtë lojë në një farë mënyrë, domethënë edhe nëse Irani do të vazhdojë të ketë ato probleme që ka me ngushticën e Hormuzit. Dhe kjo është një bile edhe Irani edhe në vetvete duke kapur këtë kanal ka synuar të ketë edhe Irani në kontroll një korridor mesdhetar nëpërmjet milicive të Irakut, milicive shite, edhe nëpërmjet pjesës që kontrollonte në Siri, kërkonte daljen në Mesdhe, pra që të rritë ndikimin e tij edhe në detin Mesdhe. Pra, në këtë situatë, domethënë Shtetet Bashkuara kanë interes në bashkëpunimin ekonomik. E kuptoj, patjetër, e thot shumë qartë presidenti Trump. Një pyetje, një përgjigje shumë koncize. Largimi i trupave amerikane, a do të lërë vakum sigurie në Irak? Unë mendoj që do të lërë vakum sigurie, sepse nuk është kollaj të largohen gjitha të trupa, megjithëse bën analiza në tilla raste ekspertët e fushës bëjnë analiza dhe mendojnë që atje trupat do largohen, po inteligjenca amerikane do vazhdojë të jetë aty, as nuk diskutohet. Pra ata do japin informacione, do bashkëpunojnë me ushtria do ketë trajner amerikan, nuk është kaq kollaj, nuk largohen kaq kollaj amerikanët nga ai vend, sepse pastaj po u largohesh vështirë që futesh pastaj. Po u larguan nga Afganistani, Shtetet Bashkuara u larguan nga Afganistani, dhe kemi një precedens. U larguan, po është qujt një nga gafat që mënyra se si operuan me Afganistanin është histori tjetër, mos i kthejmë asaj sepse thjesht për shkak të precedentit që të ndalojmë këtu. Është një për shkak të precedentit e përmenda. Pra në këtë rast çfarë do kryej? Kjo mund të ngjalli reaktivizim të milicive shite. Sepse i ka Irani ato kontakte. Në fakt, Al-Zaidi ka vënë afat kohor
dhe është pikërisht shtatori, që këto milici shiite të kontrolluara nga Irani, ose e para të dorëzojnë armët dhe e dyta të largohen. Ose të përfshien në strukturat e sigurisë duke kaluar në reforma të thella, përdoren zakonisht forma të tilla, pra mund të përfshien, mund të seleksionohen duke gjetë një metodë për të mos i bërë ata hapur kundërshtar, që të krijojë një bërtham misisi tjetër, domethënë, dhe kjo kërkon është një nga pikat apo po them një nga objektivat madhor që kishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në luftën kundër Iranit, që proxit të mos financohen më. Nëse arrihet kjo, atëherë kjo do të jetë detyrë më e lehtë për të realizuar nga ana e duke pasur parasysh marrëdhëniet e dikushme midis Irakut dhe Iranit, shumë problematike, kanë pasur luftë mes tyre të ashpër madje. Po dhe ka një popullsi me numër më të madh shite, do të është realiteti, nuk e ke parasysh pelegrinazhi Ajetullahut u bë edhe nëpër Irak. U bë edhe në Irak. Pra ajo do të ishte shenjë ndikimi. E qartë. Profesor, dua që të kalojmë në një blok tjetër dhe në fakt është shumë i rëndësishëm, është kjo që e tham që në fillim dhe do doja që ta diskutojmë pak më gjëre gjatë. A ka Irani karta të tjera në dorë, pra siç ishte ngushtica e Hormuzit, për shembull, për t'i hapur probleme, për të krijuar tensione jo thjesht me Shtetet e Bashkuara, por për t'i hapur fakt probleme gjithë botës. Dhe është pikërisht molla e sherrit e të gjithë kësaj është Jemeni. Aty ku Huthit, ky grup kontrollon një pjesë të territorit. Është në armiqësi të hapur me Arabinë Saudite. Ndërkohë Huthot e kanë mundësinë që të bllokojnë Bab el Mandeb. Këtë ngushticë e cila pas Hormuzit mbetet jetike për transportin e naftës, nën produkteve të naftës të mallrave. Për Arabinë Saudite, Bab el Mandeb ka rëndësi jetike për eksportet e tyre të naftës. Por, le t'i marrim një nga një. Pikë së pari, çfarë po ndodh në Yemen? E ndjekim këtë material deri rikthehemi dhe fillojmë të diskutojmë një nga një këto pika. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit ka kërcënuar të mbyllë të gjitha korridoret e tjera të eksportit që u sjellin dobi Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj, raportoi media iraniane, pasi Irani mbylli ngushticën e Hormuzit dhe Shtetet e Bashkuara rivendosën një blokadë detare të porteve iraniane. Eksportet rajonale të energjisë ose ndahen për të gjithë, ose ju mohohen të gjithëve, tha Garda Revolucionare. Analistët kanë thënë se Irani ka sinjalizuar se mund të përdorë aleatët e tij Houthi në Yemen për të mbyllur ngushticën Bab el Mandeb për në detin e Kuq, duke hapur një front të ri kundër Washingtonit dhe duke vënë në rrezik dy nga arteriet më jetësore të energjisë në botë. Porta e ngushtë lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit, përmes të cilit kalojnë eksportet e naftës saudite dhe një pjesë e konsiderueshme e transportit global të anijeve. Një zyrtar i lartë i Huthëve ka paralajmëruar se grupi është i përgatitur të mbyllë ngushticën Bab el Mandeb, një veprim që siç tha ai mund t'i çonte çmimet e naftës në $200 për fuqi, nëse Arabia Saudite vazhdon të sulmojë Yemenin. Forcat Houthi qelluan me raketa drejt Arabisë Saudite pasi akuzuan mbretërinë për bombardimin e një aeroporti nën kontrollin e tyre, duke thyer një armpushim 4 vjeçar në konfliktin midis Arabisë Saudite dhe grupit Houthi të lidhur me Iranin. Huthët kanë treguar tashmë se mund të pengojnë tregtinë globale përmes Bab el Mandeb, pas shpërtimit të luftës në Gaza në tetor të vitit 2023. Grupi i mbështetur nga Irani nisi sulmet ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, duke thënë se po synonte anijet e lidhura me Izraelin. Dhe ndërkohë, siç e tham, situata në Yemen po përshkallëzohet dhe kjo me shpejtësi. Nga njëra anë janë forcat qeveritare, një qeveri e njohur ndërkombëtarisht e Yemenit. Në anën tjetër janë Huthit, të cilët kontrollojnë një pjesë të territorit, janë aty, të mbështetur, të financuar nga Irani dhe të përdorur nga Irani. Atëre, çfarë ndodh me situatën në Yemen? Si është përshkallëzuar ajo? E ndjekim edhe këtë material para se të diskutojmë pjesën e parë për Yemenin.
Një përshkallëzim i papritur ushtarak në Yemen ka shkatruar një armpushim të brisht dhe jo formal 4 vjeçar, duke kërcënuar të zjerohet në një konflikt të vazhdueshëm gjeopolitik në detin e Kuq dhe duke kërcënuar të shkëpus një nga arteriet më jetësore të energjisë në botë. Pas ditësh retorike të shtuar, qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Yemenit bombardoi pistën në aeroportin ndërkombëtar të Sanaa të hënën për të parandaluar uljen e një avioni iranian. Në hakmarrje të shpejtë, rebelët Houthi qelluan me raketa balistike drejt jugut të Arabisë Saudite, duke akuzuar Riyadhin se qëndron pas sulmit në aeroport dhe duke deklaruar se epoka e depërshkallëzimit me fqinjen më të madhe të Yemenit kishte përfunduar zyrtarisht. Ndërkohë që dhuna u përqendrua në mosmarrveshjen për aeroportin, analistët paralajmërojnë se rreziku i vërtet qëndron në mënyrën se si ky shpërthim i lokalizuar mund të përhapet në ngushticën Bab al-Mandeb nëse zgjerohet. Shkaku për krizën e fundit nxjerr në pah linjat e thella rajonale që kalojnë në Yemen. Qeveria e Yemenit e mbështetur nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se sulmi në aeroport kishte të bënte me një fluturim iranian që po transportonte ekspert ushtarak, teknologji dronosh dhe pajisje komunikimi. Zyrtarët Houthi nga ana tjetër këmbgulën se avioni po transportonte më shumë se 200 pacient mjekësor të bllokuar, së bashku me një delegacion që kthehej nga ceremonit për udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollahun Ali Khamenei, të vrarë më 28 shkurt në Iran. Houthit përfundimisht e devijuan fluturimin për në Hodeidah dhe u përgjigjen duke lëshuar raketa balistike në aeroportin ndërkombëtar të Abha të Arabisë Saudite. Atëherë rikthehemi për të diskutuar pikë së pari situatën brenda Yemenit dhe pse është kaq e rëndësishme dhe kaq problematike, duke rrezikuar një shpërndarje dhe shpërthim të konfliktit në një bazë më të gjerë se sa ç'kemi parë deri tani. Profesor, kjo është pyetja në fakt. Ju e thatë që çdo gjë që ndodh duhet analizuar aty sepse nuk ndodh rastësisht. Jo, patjetër. Nuk ndodh rastësisht. Dhe goditja e aeroportit nga qeveria e njohur ndërkombëtarisht nuk ka qenë rasti, sepse del që aty ka pasur ekspert ushtarak që dërgoshin teknologji dronesh, pjesë e tjera. Dhe është interesante ta shohësh në këndvështrimin që edhe Arabia Saudite mund të jetë duke u përpjekur të shfrytëzojë momentin tashmë kur Irani është shumë i dobët për ta mbyllur një herë historinë me Houthit, ose kjo është njëra, por do t'i duhet të futet në luftë pastaj. Në fakt janë Houthit që janë futur, do të thënë janë aktivizuar, nëse mund të përdorim fjalën e duhur. Janë Houthit që janë aktivizuar natyrisht si aleat të Iranit dhe duke akuzuar në fakt Riyadhin edhe për goditjen e avionit. Nuk është, nëse shikoni reagimet e krerëve të tyre, liderëve të tyre, ata në fakt akuzojnë Riyadhin për goditjen e këtij avioni. Nuk merren fare me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Yemenit sepse është e dobët. Është e dobët, po është edhe në mbrojtjen e mbështetur nga Arabia Saudite. Nga një koalicioni i kryesuar nga Arabia Saudite. Kështu që një variant në analizë del që një variant mund të jetë kjo që është një situatë që ky koalicion që mbështet Yemenin zyrtar, po e quajmë, para Yemenin e njohur ndërkombëtarisht, qeverinë Yemenin të njohur ndërkombëtarisht, mund të mendoj që është momenti për të vepruar, pavarësisht se po reagojnë Yemenin në këtë rast. Një variant tjetër është për t'i dhënë është bërë në bashkëpunim me amerikanët për t'i dhënë për t'i dërguar vijat e kuqe, domethënë që nëse Yemeni do të reaktivizohet për Bab el-Mandebin, do të ketë pasojë tjera, mund të sulmohet vetë pjesa që kontrollojnë Houthit. Pra mund të jetë edhe kjo. Pra janë në këndvështrimin tim unë këto dy gjëra shoh aty. Do të është dhe më e thjeshtë, profesor. Një avion me 200 operativ nga Irani, me pajisje për dron, me pajisje komunikimi, i cili shkon dhe ulet në Yemen, do ulej në Yemen, më saktë, në zonën e kontrolluar nga Houthit, pse do ta linte qoftë Arabia Saudite, qoftë qeveria zyrtare e njohur e Yemenit. Po deri dje ulet pa problem.
Pse ndodhi pikërisht tani? Sepse ndoshta situata tani është më e komplikuar se ç'ishte. Shumë e komplikuar. Sepse kërcënimet që po vinë nga Huthët janë për të mbyllur edhe ngushticën e Bab el Mandeb. Është ajo që po diskutojmë dhe po themi. Dhe kjo do të ishte pastaj katastrofë për botën, mbyllja e të dyjave. Shiko, Huthi në këndvështrimin tim ishte rezerva e fundit strategjike e Iranit në situatën më të vështirë të mundshme. Se deri tashmë po ta shohësh, ata nuk e aktivizuan ose u aktivizuan pak në rastin e Gazës, u aktivizuan shumë pak me Izraelin, shumë pak janë aktivizuar, domethënë ata kanë qenë në pritmëni. Pra në një farë mënyrë si rezervë strategjike e Iranit. Disa tashmë Irani do t'i aktivizojë sepse shef që është dobësuar shumë, goditjet amerikane kanë shkatruar gjithçka, i duhet ose do kur domethënë. Dhe pra ne jepet jashtëdhënë mesazhi Huthive që nëse ju do përfshiheni në këtë, mund të kenë pasoja nga vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjerë. Pra janë gjëra që mendohen. Ideja e asaj kontrollit të ngushticës është mund të hapë një port tjetër, mendoj unë, mund të ka një mision ushtarak Bashkimi Evropian. Një mision ushtarak i cili quhet Aspides, është i 2024-s. Pra është mision ushtarak me forca ushtarake. Me këtë mision e drejton një admiral grek dhe Selin, ky mision e ka në Larisat e Greqisë. Dhe është krijuar nga forcat shumë kombëse jo amerikane, po europiane perëndimore, italiane, belge, gjermane. Është për detin e Kuq. Për të garantuar lirinë e lundrimit në detin, kryesisht në detin e Kuq kundër Huthive, se kështu ka qenë parashikuar. Është krijuar pas problemeve që Huthit filluan të krijonin në detin. Po, që filluan të krijonin me gazën, kur filluan të krijonin probleme me tashmë ky nuk është ka qenë thuajse inekzistent në rastin e konfliktit në Xhirin Persik, sepse ky në fakt si mision ka qenë edhe për garantimin e lirisë së lundrimit edhe në zonat ku cënonin interesat e vendet të Bashkimit Evropian. Tashmë kjo mund të krijohet, mund të reaktivizohet dhe mund të përfshihen edhe vendet të Bashkimit Evropian që janë vendet NATO-s. E qartë. Të qëndrojmë te ky që është kërcënim real, konkret, i bërë qoftë nga Irani, qoftë nga Huthët e Yemenit, që është mbyllja e Bab el Mandeb. Bëhet fjalë për një ngushticë ku kalon 12% e tregtisë botërore, jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe që pas Hormuzit, në atë pjesë të botës dhe për botën, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Quhet në gjuhën arabe porta e lotëve. E ndjekim pak të material, edhe pse quhet porta e lotëve dhe pse është kaq e rëndësishme. Ringjallja e dhunës në Yemen vjen në një kohë të pasigurt për tregtinë globale. Me Iranin që mbylli përsëri ngushticën e Hormuzit, mes luftës së vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, Bab el Mandeb është bërë një pikë kritike presioni. Situata në Yemen ose i gjithë rajoni Bab el Mandeb ka qenë një fuqi baruti që nga dita e parë e luftës, ka thënë Ibrahim Fraihat nga Instituti për Studime Pasuniversitare në Doha për Al Jazeerën, duke vënë duke se përhapja e konfliktit në zonat përreth ishte e pashmangshme. Për Teheranin zhvendosja e fokusit në detin e Kuq ofron një kundërpeshë strategjike ndaj bllokadës detare të Washingtonit në Xhirin Persik. Ali Akbar Velayati, një këshilltar i lartë i udhëheqësit suprem të Iranit, ka paralajmëruar më shumë se një herë se boshti i rezistencës, një koalicion i mbështetur nga Irani që përfshin Huthët, ka aftësinë të bllokojë të dyja rrugët ujore. Një pyetje kam për këtë pjesë, profesor, se do doja që t'i diskutojmë të gjitha nëse mundemi në mënyrë koncize. Beson që Irani do të përdor bashkë me Huthët, natyrisht se pata nuk mund ta bëjë, domethënë nuk e bën dot. Beson që do ta përdorë dhe këtë kartë, pra karta e Hormuzit, është po e shikojmë pasoja dhe efektet. Bab el Mandeb, kjo kartë, mendojnë që do ta përdorin? Unë sa po thash kjo është Huthit janë rezerva fundit strategjike e madhe me cilin mund të bëjë presion Shtetet e Bashkuara. Do ta përdorin, mendojnë që do ta përdorin si kartë? Mund ta përdorin, por shiko, synimi këtu është që të dobësojnë sa më tepër amerikanët me armatim
me mjete luftarake nuk mund ta bëjnë dot iranianët. Nuk mund ta bëjnë sepse Shtetet Bashkuara janë shumë të fuqishme. Kështu që ata dhe mund ta përdorin, po për ne thashë kjo mund të nxjisi pastaj aktivizimin e skemave të tjera e para sulmi ndaj Huthive, pra në territorin që ata. Mund të nxjis, profesor, ndjes, po t'ua bëj pyetjen drejt për drejt dhe nëse mundeni një përgjigje koncise drejt për drejt. Nëse kjo ndodh, pra nëse iranianët bashkë me Huthit e përdorin si kartë Bab al-Mandebin, mendoni që kjo do të çonte në afrimin e evropianëve drejt koalicionit me Shtetet e Bashkuara për të qenë pjesë e luftës atje, në atë pjesë të botës, me atë mënyrë siç ka ndodhur me këtë koalicion për detin e Kush? Absolutisht po. Është e mundshme. Absolutisht është e mundshme sepse 20% qarkullon nëpërmjet ngushëllisë së Hormuzit, 12% thonë 32% e naftës botërore dhe më e prekur në këtë rast është Bashkimi Evropian. Janë vendet e Bashkimit Evropian nga kjo krizë. Kështu që në këtë mënyrë ata gjejnë mundësi që edhe në kuadrin jo si NATO, po si antar të NATO-s, po që si mekanizmi i Bashkimit Evropian të aktivizojnë atë misionin ushtarak, sepse ata për këtë punë ka qenë përndryshe pastaj i bjen tjenë fasadë dhe me të drejtë Trumpi dhe me të drejtë dhe edhe Trumpi pastaj mund të ketë drejtë që ju nuk u gjendet atëherë kur duaj. E qartë. Le ta shikojmë edhe të materializuar në këtë material të shkurtër në fakt që kemi përgatitur. Çfarë ndodh nëse të dyja këto ngushtica do të jenë të bllokuara në të njëjtën kohë? Pra, ngushtica e Hormuzit është në këtë situatë që është. Çfarë ndodh nëse edhe Bab al-Mandebi është në të njëjtën kohë i bllokuar? Çfarë ndodh me tregtinë globale edhe me të gjithë ne në fundit, sepse na prek të gjithëve. Ndjekim pak të material. Historikisht e njohur në arabisht si Porta e Lotëve, për shkak të rreziqeve historike të lundrimit në këtë ngushticë të ngushtë. Bab el-Mandeb është një gryke ngushtë prej 29 kilometrash, që lidh detin e Kush me gjirin e Adenit dhe Oqeanin Indian. Për afërsisht 12% e tregtisë globale kalon nëpër të çdo ditë, duke përfshirë anijet e ngarkuara rënd, kontejnerët që udhtojnë midis Azisë dhe Evropës. Çështja kryesore është se ngushtica është një korridor i madh energjie. Në vitin 2024, tregtia e naftës përmes Bab al-Mandeb ishte mesatarisht 4.0 milion fuqi në ditë. Ajo shërben si një rrugë thelbësore për lëvizjen e naftës bruto, produkteve të rafinuara të naftës dhe të gazit natyror të lëngshëm drejt tregjeve evropiane dhe Amerikës së Veriut. Me trafikun që mezi kalon në ngushticën e Hormuzit, në përshkallëzimin e fundit të luftimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, një mbyllje Bab el-Mandeb do të ishte katastrofike për tregjet globale të energjisë. Nëse Bab al-Mandeb dhe ngushtica e Hormuzit do të mbylleshin njëkohësisht, afërsisht 25% e furnizimit të përgjithshëm botror me naftë dhe gaz do të bllokohej. Anijet do të detyroheshin të ridrejtoheshin rreth majës jugore të Afrikës, përmes kepit të shpresës së mirë, duke shtuar 10 deri në 14 ditë oraret e dorëzimit. Ky devijim do të rriste ndjeshëm kostot e transportit dhe sigurimit, duke shkaktuar një tronditje të rëndë ekonomike globale. Atëherë, e pam, e kemi të qartë, profesor, një pyetje përsëri me një përgjigje shumë koncise nëse mundesh. Do të kishim një reagim të gjithë botës të ngritur në këmbë nëse kjo do të ndodhte, e tham për evropianët. Po, a do t'ishte, si me thënë, një kartë iraniane e përdorur me mbështetjen e Huthëve, por e cila mund t'i kthejë shumë lehtë në bumerang, vetë Iranit dhe Huthëve natyrisht, patjetër. Është e natyrshme që ajo do të reputacioni i Iranit apo ajo një e viktimizimit e Iranit nuk do funksionojë nëse ai arrin të bllokojë të shkaktoj një krizë të tillë ekonomike. Bile kriza nuk është nevoja që të ketë përplasje anijesh apo goditje anijesh, të ndodhë një edhe dy raste dhe pastaj është frika që funksionon. Është frika që funksionon edhe i blokon frika, i blokojnë kompanitë të sigurime, nuk ofrojnë sigurime, pra në farë mënyrë ajo mund të ndodhë. Por vendet të ndryshme të botës nuk është se mund t'i bashkojnë në një koalicioni. Ato thjesht do të rrisin presionin ndaj presidentit Trump dhe ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk do të rrisin presionin ndaj Iranit? Do të rrisin presionin ndaj atyre. Ndaj Iranit? Nuk do të ketë presion ndaj Iranit? Edhe ndaj Iranit, ata
Shko, me ndaj Iran nuk ka që bëjmë me te vetëm nëse rrisin ndaj furnitorëve kryesor të Iranit që marrë nga cilë furnizon Irani. Vetëm që se rrisin presionin ndaj Kinës. Këtë punë ka ndorë edhe Kina. Nëse Kina mendon ndryshe dhe vendos ndryshe, pra mbështet ekonominë dhe në këndvështrimin tim Kina do ta bëjë këtë sepse në Kinë funksionojnë ndryshe gjërat, nuk funksionojnë me presion ushtarak. Dhe ka gjasa që edhe Kina ta shtoj presionin. E kuptoj. Të qëndrojmë pak këtu, profesor, dhe është e fundit në fakt për këtë pjesë. Realisht, vendi i cili do të absonte më shumë, do të kishte më shumë pasoja nga mbyllja e Bab al-Mandebit është Arabia Saudite. Dhe është më shumë nga gjithë të tjerët. E ndjekim pak këtë material për të kuptuar pse pikërisht Arabia Saudite. Një mbyllje Bab el-Mandeb do të neutralizonte gjithashtu një avantazh të madh strategjik që ka Arabia Saudite. Ndryshe nga fqinjet e saj të gjiri, si Kuvaiti, Bahreini, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, eksportet e energjisë, të cilat janë kryesisht të bllokuara për shkak të mbylljes së ngushticës së Hormuzit, Arabia Saudite e ka anashkaluar me sukses deri tani blokadën, duke përdorur gazsjellsin e saj lindje perëndim. Gazsjellsi 1200 kilometra, që operohet nga Saudi Aramco, lidh objektet e naftës Abqaiq në lindje me qytetin portual të Jambu në detin e Kuq, i rikthyer së fundmi në kapacitetin e tij të plot prej 7 milion fuqish në ditë pas sulmeve. Ky tubacion i ka lejuar Riyadhit të eksportojë në mënyrë të sigurt vëllime të mëdha nafte të papërpunuara larg ujrave të gjirit. Megjithatë, eksporti nga Jambu mbështetet tërësisht në Bab al-Mandeb, që mbetet i hapur për anijet që udhtojnë në jug drejt tregjeve aziatike. Nëse forcat Houthi zbatojnë kërcënimet e tyre dhe mbyllin pikën në detin e Kuq, atëherë nafta e Arabisë Saudite dhe ajo e fqinjve të saj do të bllokohej, duke e zhytur ekonominë globale më thellë në krizë. Atëherë, ky ishte edhe shpjegimi pse pikërisht Arabia Saudite, nuk besoj që ka nevojë për ndonjë shpjegim se është e thënë më qartë se sa kaq nuk bëhet. Pra, nafta, porti i Jambus, që është kaq i rëndësishëm për sauditët, duhet kalojë nëpër Bab al-Mandeb dhe do të shikojmë se çfarë do të ndodhë ndërkohë me këtë ngushticë. Shpresojmë natyrisht që të mbetet e hapur, sepse pasoja do të jenë për të gjithë ekonominë globale, pra për të gjithë botën. Dhe do doja të kalojmë në pjesën e fundit për sot, natyrisht do të flasim për Ukrainën. Kemi shumë arsye sot për të folur përveç asaj që raportojmë vazhdimisht se çfarë ndodh në frontet tashmë të luftës. Ursula von der Leyen është në Kiev, takohet atje me zyrtarët më të lartë Ukrainas, që nga presidenti Zelenski dhe zyrtarët e tjerë të qeverisë ukrainase, ndërkohë një përfaqësues nga vendet e Evropës juglindore janë gjithashtu në Kiev, përfshi edhe nga Shqipëria, të cilët janë atje për në një summit i cili është midis Evropës juglindore dhe Ukrainës. Është nënshkruar një marrëveshje sot midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës për bashkëprodhimin e dronëve, që është vërtet shumë e rëndësishme dhe jo vetëm për Ukrainën, në fakt, është po aq e rëndësishme edhe për vetë Bashkimin Evropian. Dhe një numër zhvillime që natyrisht kanë të bëjnë me atë që ndodh në Ukrainë. Ta ndjekim pak të material dhe do të rikthehemi për ta diskutuar me profesorin dhe analistin Xhavid Shala. Ukraina dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje për dronët që kombinon ekspertizën e Kievit në këto mjete ushtarake pa pilot dhe kapacitetin industrial evropian. Marrëveshja u arrit gjatë samitit Europë Juglindore Ukrainë, që u mbajt në ditën e shtetësisë së Ukrainës në kryeqytetin Kiev. Të pranishëm ishin delegacionet nga Kroacia, Serbia, Rumania, Moldavia, Slovenia, Bullgaria, Shqipëria dhe Malizi, të kryesuar nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Shefja e krahut ekzekutiv të bllokut tha se projektet e përbashkëta do të rrisin prodhimin e dronëve. Ne duhet të kombinojmë pikat tona të forta. Kjo marrëveshje do të bashkojë ekspertizën ukrainase dhe shkallën industriale të Europës. Njohurit që keni fituar se si të punoni me sistemet e dronëve dhe antidronëve janë vërtet unike. Duhet ta shfrytëzojmë këtë së bashku, sepse i dim kërcënimet me të cilat përballet Europa në këtë fushë. Kemi parë ndërhyrje dhe alarme në shumë shtete anëtare.
Von der Leyen deklaroi se bloku 27 antarësh mund t'i ofrojë Ukrainës avantazhe të tilla si kapaciteti i madh teknologjik dhe industrial dhe vende prodhimi të sigurta dhe të mbrojtura. Ndërkohë presidenti Zelenski njoftoi planet ambicioze për prodhimin e miliona dronëve. Kur njoftova planin për 1 milion dronë në vit, kishte skepticizëm, por tani më duhet ta them se po prodhojmë 10 milion dronë në vit dhe bashkë me partnerët tanë do prodhojmë 20 milion në vit. Ukraina ka zhvilluar një industri të sofistikuar të dronëve pasi kishte ekspertizë të kufizuar në këtë sektor, kur Rusia nisi luftën në shkurt të vitit 2022. Ukraina ka nënshkruar një sër marrëveshjesh të tilla me disa vende. Në samitin e NATO-s në Ankara, presidenti i Ukrainës Zelenski nënshkroi marrëveshje të reja, duke thënë se kjo e çoi totalin në 9, por marrëveshja e së mërkurës është e para që përfshin vendet dhe kompanitë në të gjithë Bashkimin Evropian. Zelenski ka udhëtuar në shumë shtete për të promovuar marrëveshjet e dronëve, veçanërisht në lindjen e mesme, ku vendet e gjirit kanë dashur të shfrytëzojnë ekspertizën ukrainase për të mbrojtur nga sulmet iraniane. Në Kiev për bisedime është edhe ministri i jashtëm turk Hakan Fidan. Turqia ka shërbyer disa herë si vend i pritës për negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës. Ministri turk pritet të theksojë në Kiev se lufta Rusi-Ukrainë nuk duhet të përhapet në detin e Zi, duke theksuar nevojën për të ulur tensionet dhe për të siguruar lirinë dhe sigurinë e lundrimit. Në këtë kontekst, Fidan pritet të deklarojë se sulmet ndaj porteve, anijeve tregtare dhe anijeve të peshkimit janë të papranueshme në asnjë rrethan, ndërsa riafirmon angazhimin e Turqisë për të ruajtur detin e Zi si rajon paqeje, stabiliteti dhe bashkëpunimi përmes nismave diplomatike. E pam këtë material, e dëgjuam qoftë von der Leyen, qoftë presidentin Zelenski. Profesor, jemi në 2 minutat e fundit për këtë pjesë, dhe ajo që doja të pyesja në fakt është, duket sikur ka një ndryshim cilësor në marrëdhënien mes Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Nëse deri dje ka qenë vendi i cili kërkonte, merrte, kishte nevojë nga Bashkimi Evropian, tani e ka mundësinë edhe të japë. Pra strategji dronësh, inovacione të jashtëzakonshme në fushën e betejës. Merë para jep ekspertizë. E para jep ekspertizë, po. Kjo është diçka e rëndësishme, shumë e rëndësishme, edhe për Bashkimin Evropian, por edhe për vetë Ukrainën. Një nga pikat e samitit të NATO-s, po ta kesh parasysh ishte caktimi i 50 miliard euro për të prokuruar si fonde për të prokuruar për NATO-n në teknologji, në armatim e tjerë. Pra, nga ana tjetër, po aty ishte deklarimi që u kryu u nëshku një marrëveshje për prodhimin e një sistemi raketor antibalistik. Po, presidenti Zelenski ka thënë kanë qenë 9 marrëveshje që janë nënshkruar. Pra, nëse mund ta themi me 2 fjali. Pra, ka ndryshuar thelbësisht. Absolutisht po, absolutisht. Marrëdhënia e Ukrainës me BE. Europa tashmë nuk e shef Ukrainën si një barë, që duhet ta financojë ta mbajë. Po e shef tashmë si një partnere edhe si një mbrojtëse që po mbron kufit e Evropës nga Rusia. Pra, është skalioni i parë, është mburoja e parë, via frontit ku matat forca me Rusin. Po, është via ukrainase, edhe me këtë duhet ta mbyll këtë pjesë, është via ukrainase e frontit me Rusin, apo është via evropiane e frontit me Rusin që është në Ukrainë? Unë them që është via europiane e frontit. Është via europiane sepse një Ukrainë e dobësuar, pastaj një Rusi që vjen në kufit e Europës, pra kalon Ukrainën dhe vazhdon shtynë, është pasojë katastrofike për Bashkimin Evropian, për NATO-n dhe për gjithë komunitetin evropian. E kuptoj. Profesorët, falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë vërtet. Ndërkohë, miqtë e mi, për ta mbyllur përfundimisht këtë blok dhe gjithçka që folëm, diskutuam dhe analizuam mbi të gjitha për Ukrainën, edhe një informacion, një kronikë e fundit. Ukraina ka hapur tashmë një front të ri dhe në fakt shkon në një farë mënyre, nëse mund të themi kështu, në të njëjtën linjë me atë që kemi diskutuar gjatë gjithë emisionit, secili vend gjen dhe përdor kartat e tij, ato që ka. Dhe në këtë rast është karta e detit Azov. E ndikim pak të material. Ukraina ka hapur një front të ri kundër Rusisë në detin Azov, një rrugë që përpunon rreth 1/4 e eksporteve të saj të drithrave. Dronët Ukrainas goditën 11 anije ruse në detin Azov dhe komandanti i forcave të dronëve të Kijevit tha në një deklarat në Telegram se objektivat kryesore përfshinin 5 anije cisterna, 5 anije mallrash dhe një rimorkjator, duke e quar numrin total të anijeve të goditura
në 9 ditët e fundit në 116. Raporti nuk specifikoi ndonjë sulm ndaj anijeve të drithrave. Burime të industrisë të cilat folën në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, i than Reuters se disa anije drithrash u goditën më 13 dhe 14 korrik dhe u përfshin nga flakët. Ndërkohë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se ajo që po bën sipas tij regjimi i Ukrainas shkon përtej piraterisë. Piratët, tha ai, të paktën plaçkitin dhe mbajnë plaçkën për vete. Ndërkohë Rusia ka shtuar sulmet në portet ukrainase të detit të Zi dhe zyrtarët Ukrainas thonë se portet në rajonin e Odesës mund të shohin që kapaciteti i tyre mujor i eksportit të drithrave të ulet deri në 1/3. Transporti ndërkohë në detin Azov mbetet i kufizuar. Shtrihet në grykderdhjen e lumit Don, i cili rrjedh në rajonin kryesor jugor të prodhimit të drithit në Rusi dhe përballon kryesisht anije më të vogla bregdetare. Një burim i tha Reuters se anije tregtare nuk ishin në gjendje të hynin apo dilnin nga Azovi nëpërmjet ngushticës së Kerçit ose kanalit Azov-Don, që lidh detin me lumin Don. Dhe natyrisht në fund, patjetër, bota në 1 minutë aty ku përmbledhim ato lajme të cilat nuk arrin të bëhen lajmet e para kryesore, headlines, siç i themi. Bota në 1 minutë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbërriti në Kiev të mërkurën për të thelluar integrimin e industrive të mbrojtjes europiane dhe ukrainase. Do të njoftoj iniciativa të reja për të integruar industritë tona të mbrojtjes në mënyrë që të mund të prodhojmë më shumë dhe më shpejt, tha ajo. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan vizitoi sot Ukrainën për të biseduar lidhur me përpjekjet diplomatike drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme dhe të përsërisë se Turqia mbetet e gatshme të kthejë Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e bisedimeve. Ai gjithashtu pritet të theksojë se lufta Rusi-Ukrainë nuk duhet të përhapet në detin e Zi, duke shtuar nevojën për të ulur tensionet dhe për të garantuar lirinë dhe sigurinë e lundrimit. New York u bë shteti i parë amerikan të martën që ndalojnë ndërtimin e qendrave të reja të mëdha të dhënave, duke vendosur një moratorium 1 vjeçar, ndërsa rriten shqetësimet se objektet që nxisin bumin e inteligjencës artificiale, po rrisin kostot e energjisë, duke rënduar furnizimin me ujë dhe duke i ngarkuar komunitetet lokale. Dhe si gjithmonë në fund, patjetër një video interesante, sot na lidhet edhe me temperaturat, na lidhet edhe me Italinë që e kemi kaq afër, dhe në fakt është bëhet fjalë për një protestë të Greenpeace në Rom, pranë Koloseum. Dhe çfarë kanë bërë ata? Kanë vënë aty statuja prej akullit, të cilat patjetër në këto temperatura shkrin me shpejtësi të madhe, por ata kanë dashur të japin një mesazh që është kundër ngrohjes globale dhe atë që duhet të bëhet në fakt për të mos i lejuar, sepse kjo është dhe një nga arsyet pse kemi këto rritje rekord të temperaturave. Shikoni në këto pamje janë pikërisht këto statujat e akullit të vendosura pranë Koloseum, natyrisht turistët cilët bëjnë foto, se vërtet është interesante, janë vënë aty edhe pankarta në cilat shpjegohet qëndrimi natyrisht i Greenpeace kundër ngrohjes globale dhe natyrisht gjëja më interesante është në këtë vap të shikosh që protesta zgjat shumë pak, sepse statujat e akullit në këto temperatura shkrin vërtet shumë shpejt. Dhe me këtë mënyrë të protestuarit kaq interesante nga Roma pranë Koloseut, pra me këto statuja akulli në këto temperatura kaq të larta, do ta mbyllim edhe World News për sot. Vazhdo të shihemi përsëri nesër, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me edicionet tona të lajmeve, programet tona për informacion të plotë të detajuar 24 orësh nga çdo qoshe e botës. Vazhdo të shihemi përsëri nesër, deri atëherë, mirupafshim.